Si do t'jetë moti për ditën e sotme, ja çfarë ndodh me temperaturat. Zonat e ulta si dhe vija bregdetare do të mbizotrojnë nga moti kthjellët gjatë gjithë paradites, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të paraqitet moti në zonat malore, verilindore dhe juglindore. Parashikohet që orët e pasdites të vijojnë në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësira të lehta e kalimtare në të gjithë territorin. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje si vlerat minimale dhe ato maksimale, duke luhatur vlerat ditore nga -1°C vlera minimale e shënuar në qytetin e Peshkopis deri në 16°C vlera maksimale, e cila pritet në qarkun e Fierit. Era do të fryele deri mesatare duke arritur shpejtësinë maksimale 38 km/h nga drejtimi kryesisht permanent verior, duke krijuar në brigjet detare dallgëzimin dy ball.